shumë të mirë të rezultateve. Evaluojnë me keni shumë të mirë, por këto paraqesin në rrezik këto ekipet thua që janë më të vogla. A mundë një që të në natë entuziazmin e rezultateve të ndjesin me këto ekipet që janë më. Gjithmonë në futboll ndeshjet e fituara para se të luhet janë më të vështira. Për atë, me seriozitetin më të madh, me çësjen më serioze në ndeshjen e nesërme. 3 pikësh i nesër është i njëjtë, sikur të fitosh skuadrat nga kreu i tabelës, dhe për atë është e rëndësishme që ne të vazhdojmë me atë çësje, të bashkuar gjithë bashkë, një kundërshtar i cili ju ka bërë problem shumë skuadrave, të marrim mësim nga kjo dhe ta fitojmë takimin. Trener, këto rezultate pozitive kanë dërgu ekipin aty ku e ke parashiku, sepse fillimin e ke pas me presion, vazhdimisht në presion, për shkak mungesës së rezultateve, po edhe për shkak vibrimeve. Herë një lojë mirë, herë një lojë shumë keq, herë një lojë shumë mirë, herë një lojë shumë keq. Potencialin që e ki, a je dikon, hajde nëse flasim me përqindje, ku kemi më rritë nga parashikimet? Gjithë në të pas parasysh deri sot, sepse planët këtë thani ki 3 vjeçar. Luhatjet i kemi parashikuar paka shumë në fillim, sepse po ndërtohet diçka e re, një ide të re, filozofi të re, futbollistë të cilët po njihen njëri me tjetrin, dhe gjithmonë edhe parajushe kanë potencuar, se ky grup ka kvalitet, ka cilësi, thjesht e don kohën e vet, dhe më vjen mirë që gradualisht ne po rritemi, skuadra po rritet, skuadra po përmirësohet. Une jam kërkues edhe më tepër tek futbollistët, sepse besoj fuqishëm se ata ka potencial për të shkuar edhe më lart se këtu ku jemi. Po mundohemi të përmirësojmë çdo gjë, si në aspektin defanziv, apo në atë të jemi skuadrë sa më kompakte, që të jemi kockë fort për çdo skuadër. Besoj se deri tani jemi në rrugën e dur, por gjithmonë ka vend hapësirë për tu përmirësuar. Unë një pyetje në lidhje me lojën më shumë do të isha koncentru, të e pas parasysh një fakt që Gjellanin ne pas e përcjellim spaku 30 vitet e fundit, ose nga fillet e tij, nga ajo që ka bërë përshtypje mua personalisht, pa që nuk do të thotë që do të jetë definitivisht ashtu siç themune. Në ndeshjen e fundit mes fusha ishte aq funksionale. Ishte një lloj promotori, saqë më bëte përshtypje se po e shoh një gjenerat dikush me Sadullaj Jetin, me Jerdiun, domethënë lojën e kishte aq sigurt saqë mirë po. Ajo që vlen për të kritikuar, më pastaj nuk arrinin ta mbanin atë nivel, atë tempo të lojës. Futbollistë. Në këtë drejtim lajmi të kënaqur, sepse është shumë e rëndësishme që ta ketë lojën e duhur të për të arritur deri te rezultati. Nëse më ndëgjove në fillim potencova qëndrueshmëri. Po e kërkojmë edhe ne, sepse nëse i marrim i shohim ndeshjet të gjitha që i kemi lënë mbrapa, në shumicën e ndeshjeve sa kemi shënuar, ndoshta shumë shpejt kohë dhe kemi pranuar golin. Pa diskutim që në pjesën e dytë të kampionatit ne jemi përmirësuar jashtëzakonisht shumë në këtë pjesë. Dhe tani po e kërkojmë dhe po mundohemi unë bashkë me stafin tim, gjithashtu me futbollistët, i flasim të gjitha, sepse për të shkuar deri te ai goli ne po krijojmë ndoshta 2-3 raste dhe pastaj ndoshta po ndëshkohemi shpejt. Duhet ta eliminojmë këtë pjesë dhe duhet me shumë përkushtim, sepse derisa po shkojmë tek goli po e dim vetë se sa po vuajmë. Kështu që e kemi kërkuar edhe gjatë javës e kemi potencuar po këtë pyetje që e parashtrove, djem me sa mund, po shkojmë deri tek goli e aty jemi më të koncentruar dhe mos pësojmë edhe golin as shpejt. Besoj dhe jam i bindur se do e shohim nga ndeshja e nesërme, në momentin që të shënojmë, atëherë tregojmë edhe qëndrueshmëri apo të kërkojmë edhe golin tjetër për pas edhe atë qetësinë tek grupi. Besoj që do rritemi gjithë bashkë, si unë edhe futbollistët, gradualisht të gjithë, për ta krijuar atë një skuadër kompakte e cila vështirë të thihet. Një pyetje
sulmit të mbrojnë më shumë. A ka ndërtuar Xhilani një strategji të re disiplinore të lojtarët e tij për të thënë se në luftën ekipore nuk ka heroj të veçantë në mënyrë. Gjithmonë kemi besuar grupit dhe do të vazhdoj të besoj sepse grupi nxjerr individin. Theksove mbrojtjen, unë personalisht dua që skuadrat të mbrojnë nga sulmues, por nëse marrim dhe shohim sa gola kemi shënuar, besoj që jemi skuadër e cila vërtet krijon shumë, ka shënuar, jemi te 2-3 skuadrat e cila ka shënuar më së shumti gole. Pjesën e parë të kampionatit ndoshta kemi vuajtur sepse kemi pësuar shumë, kurse tani besoj që është stabilizuar edhe ajo pjesë dhe kjo flet që edhe suksesi po na vjen. Se kjo loja e mirë që po përmendet me skush lidhet me rikthimin e Taipit me Kep, i cili pavarësisht po ju me skush shumë për ndërmarrje edhe mbrojtjes për ndonjë aksion. So jeni i kënaqur të Taipi me paraqitjet e juve. Me paraqitjet e mia jam normal. Futbollisti vjen dita ditës vetëm duke u rrit. Jam i kënaqur, po domethënë nuk mundem tash me u ndal këtu për arsye se kemi edhe shumë ndeshje. Duhet jemi me këmbë tokë dhe të vazhdojmë kështu që ta ndihmojmë dhe për atë arsye kam marrë këtu te Gilani që ta ndihmoj skuadrën dhe të arrijmë qëllimin aty ku kemi. Trajner, ose këtë konferencë do ta përfundojmë pa një analizë sa i përket gjendjes në tabelë, marrë parasysh faktin që nuk po flasim tash për Gjilanin e fillimit të edicionit paralel, po flasim për Gjilanin me rezultate kulmore të jashtëzakonshme, domethënë 4 fitore dhe një barazim nëse nuk ka vojë. Kështu është, domethënë që është pothuajse 100%. Në këtë kontekst, me këtë veçori, a jeni të gatshëm, marrë parasysh gjendën tabelë që jeni pak mbrapa, po a jeni të gatshëm që ta sfidojnë njërin nga pozitat që shpihen nga ndërkombëtare në Evropë? A keni potencial mjaftueshëm? Si po është çfarë? Okej, po shohim hiç më lart se vetëm ndeshjen e nesërme tek Ferronikeli. Sepse vërtet është një ndeshje e fortë, ndeshje e cila do luftë shumë, do përqendrin shumë për ta fituar. Vjen një skuadër e cila nuk ka si ç'a humb dhe kurse neve na duhen shumë pikët, ne duhet të përqendrohemi maksimal dhe ta kryjmë detyrën tonë që e kemi nesër. Pastaj duke parë edhe kundërshtarët tonë normalisht siç theksove në pjesën e lartë të tabelës, është e rëndësishme edhe ata se si do t'i luajnë ndeshjet e tyre, por eja të përqendrohemi tek ndeshja e nesërme, të marrim maksimumin dhe pastaj ndeshje pas ndeshje, duke u përmirësuar skuadra dhe duke u përgatitur për çdo ndeshje të jemi tek maksimumi jonë. A i kanë ngrita apetitet, ambicjet futbollistët, apo e vërejtë këto trener? A kanë besin? Personalisht mendoj se e meritojnë me disiplinën që shoh edhe për kushtimin e tyre. Janë futbollistë të cilët e dojnë suksesin dhe në momentin që ti e don dhe e kërkon dhe aq shumë investon tek vetja në aspektin disiplinor, gjithçka përveç tek puna, gjithashtu janë të kujdesshëm edhe tek ushqimi apo edhe tek regjimi se si duhet të jetojë një futbollist dhe përkushtimi i tyre më bën të besoj fuqishëm se këta kanë kualitet për të shkuar edhe më lart, se në momentin që po kalojmë gati 7-8 muaj me këtë grup, besoj që gjithçka po mundohemi që të instalojmë tek ata që të arrijmë të gjithë të jemi të suksesshëm. Normalisht kursi ai lojtari drejt është i trajnerit zakonisht është tifozi. I trajnerit. Po skali. Duhet ditë, a e keni mbështetjen e tifozëve në proces të kësaj euforie pozitive Xhilani? Personalisht e ndjej po, sepse edhe në momentet më të vështira i kemi pas afër. Unë e kam potencuar këtu edhe më herët, le ti mbështesin këta djem, se unë besoj fuqishëm që në fund do t'i gëzojmë të gjithë bashkë suksesit, duke filluar nga ndeshja e nesërme, le të vinë, le të na përkrajnë, sepse kemi nevojë
më shumë se çdo herë dhe besoj që në fund të festojmë bashkë ne me ata. Trener, të besoni një informacioni ma standard që kemi për herë, apo ka fitu besim dikush nga banka rezervë për takimin e nesëm që mund ta shohim në mbjelljen e parë? Për mua të gjithë janë startues, të gjithë është dhënë mundësia. Jo, nuk e mbaj mend që kemi startuar 2 ndeshje me të njëjtin informacion, gjithmonë kemi pas ndryshime, sepse në varet nga kundërshtari, në varet nga ajo që kërkojmë të luajmë. Nesër do të kemi mungesë kushtrim Shabani për shkak kartonave, gjithashtu dhe Roberti ende nuk është gati. Ka pasur shqetësime dhe Agan Spahic gjithashtu dhe Basha, por kemi edhe një seancë stërvitore, po pres edhe nga mjekët të më japin informacione e fundit sa do të jenë të gatshëm për ndeshjen e nesër. Jeni pjesën e bashkëtorëve, jeni më afër me ta se sot e dini. Çfarë është atmosfera brenda grupit? Atmosfera brenda grupit është shumë e mirë. Është një grup shumë i shnojsh dhe do të thonë gjithë futbollistët. Unë kam qenë që nga vjetë dhe pastaj kur erdha prap. I mirëpresin shumë futbollistët dhe kjo gjë më pëlqen shumë se asnjë futbollist për shembull nuk ndjet këtu se është i huaj, të gjithë i konsiderojmë sikur kemi të vendit dhe besoj që këto ndeshje që kemi pas sukses, kemi arrit deri këtu vetëm nga grupi dhe personaliteti dhe karakteri që kena tregu. Atëherë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj që nesër nga ora 14 ta ndiqni takimin me Xhilanin dhe Perikeli 7.